Ndërsa ndë që ne po ja bi edhe një shembull të parëve tunë, kur i themi na juve sa herë ja përmendbi, kështu kanë thonë ata të parët tunë, nuk e kam për qëllim të parët tunë që ata të shotit tem, po e kam për qëllim parët tunë, ata që ka folë Allahu për ta mirë, ka folë pejgamberi mirë, prej tyne pejgamberi kur ka folë për 3 gjeneratat e para. Po e tham një fjalë të atyre 3, njërit prej 3 gjeneratave të para, e ai është Sufjan Thauriu. Është tabi'in, shok i shokëve të pejgamberit. Unë shpej aty në që ka lavdru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A di çka tha? Tha al-ghibatu ashaddu min az-zina. Tha ky imam i madh, të cilin pejgamberi këta i ka lavdru. Tha përgojimi i vllavit musliman është më e rëndë, më e keqja se imoraliteti, më e keqja se zinoja. Kështu tha ky imam, tha pse kështu? Për shkak se ati që ban imoralitet e ban zino, pendohet. Do shta Allahu ja fol. Por këto që ati e ke përgoju, ky imam tha, por këtë që ati e ke përgoju, atëherë tha, këti nuk i falët gjënohi, pa ta fol, pa ta bo halala i ty, qaj që ti e ke përgoju. Llogaritini se sa e trishtueshme është kjo gjendje. Prandaj edhe ky imam i madh, nëse ndonjëherë ngën edhe këtu është interesant, nëse ndonjëherë i ka rrëshqit atij, s'ka qenë shumë i përqendruar, si kanë kujtuar shumë ajetet, hadithet, edhe fjalët e sahabëve që ka flasin para ata që përgojojnë, ju ka rast nëse i ka rrëshqit goja ndonjëherë, a di çka ka bën? Si ka rreshit goja e ka përgoju, filoni, nëse ndonjëherë ka thonë veç pahiri, nëse ju i ka thonë për një filonin keq, ky imam i madh që na kemi shembull, këta i kemi shembull, a di çka ka thonë? Kur ka dal, e ka marr, e ka dhënë 1 dinar, tasoj kuhe, e ka dhënë sadak. Edhe kur kanë pyet pse kështu, ka thonë pedhon për shkak se shpagim për çato çka thola. Shpagim për çato çka ma qiti gjuha ime. Nëse e kolkolani, a di se i bjen 1 dinar i atëhershit? 1 dinar i atëhershit është e barabart, nëse doni më javë kolkulu me erët e sotit, është 297 euro. Do më thonë veç të pahiri, nëse i ka rrshit goja, ka përgoju një vëlla musliman, ka shku i ka dhënë sadak 297 euro veç për mju lo, qaj më ka qka e boni. Ndërsa, na me pikën e qetit i përgojojnë a muslimanet, me pikën e qetit, na ja këshyrmi edhe mëse pash 1 metë, mi janë gjit 1 metë, edhe nëse se ka, t'janë gjesmi edhe 1, ndërsa ju me dhe sadak, por bili që ajo neja kur na i përgujujnë a muslimanet, është nej ma e qetlume, nej ma e rahashme, ma e begashme, na duket neve, kur janë ismi dhe i përgujujnë a muslimanet. A nëse nejna me një nej, e në tovi që përmenet Allahu, e përmenet pejgamberi e të reguhet dini, atëherë kur dormi prej asoj neje, si kur na sfalëm zbanëm kur gjo. Apo e vejni qëfar ishin ata të pare tunë, nëse pahiri e rëshqit ke goja e folke një të keqe për një musliman, a i derin 300 euro, dilke edhe idhonke sadak. Thëke këto, a di pse po e baj, që one ta kusuriti thëke vetën time, para se Allahot më kusurit mu ditën e gjykimit, e të më thët, o Sufjan, atë kujdohet momenti kur ke pas folti për vëllën tanë musliman? Edhe për to s'ke bo kur gjo, atë kujtohet, tash këtë dënimi, kërë që tha ja bajt dënim vetës ti, sa e si shte ashtu që kishte parë të derdë, por doj keme rujt besimin imanin e ti.